Ullën në përvende. Deputete, të nderuar deputet, të nderuar të pranishëm, shërbimi deputetëve konstaton se në salë jeni 113 veta dhe mund të vazhdojmë me seancën konstitutive. Do të vazhdojmë aty ku kemi mbetur të zgjedhja e kryetarit të kuvendit. Në vazhdimet e seancës konstitutive në 19, 23, 25, 27 dhe 29 prill 2025, kandidatja për kryetarit kuvendit deputeti Albulen Haxhiu e propozuar nga subjekti lëvizjeve vendosje nuk i mori votat e nevojshme. Në vazhdimet e seancës konstitutive me 1, 3, 5 dhe 7 maj 2025, subjektet politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK Nisma nuk kanë propozuar antar për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Për formimin e komisionit zgjedhor nuk pati korum për vendimmarrje, andaj ftoj subjektet që nuk kanë propozuar kandidatët e tyre për komisionin zgjedhor për komisionin për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Ftoj PDK-n që ta propozoj kandidatin e vetë për antar të komisionit. Ftoj listën sërbe që ta propozoj kandidatin e vetë për antar të komisionit për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Ftoj AK-n dhe Nismën që ta propozoj kandidatin e vetë për antar të komisionit. Lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit të Republikës Kosovës. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Për kanë votuar 56 deputet, një ka qenë kundër. Nuk kemi quorum, shihemi përsëri në 11 maj në orën 10. Ne përsëri sot bëm edhe një tentativ për të zhbllokuar procesin, sepse tashmë është krejt i pakuptueshëm jo vetëm për ju si media dhe për ne si të zgjedhur me votë të qytetarit, por edhe për të gjithë qytetarët tanë shihet që ky proces duhet ecë përpara. Nuk ka asnjë arsye për ta vazhduar bllokadën, mundësitë janë për ta zhbllokuar që sot, ishin për ta zhbllokuar që sot, mirë po nuk u shfrytëzua, madje u shfrytëzua foltorja e kuvendit edhe për dhënë deklarata që edhe në vazhdimsi do të vazhdoj të mbetet e bllokuar. Ne në vazhdimsi jemi përpjekur të përçojmë sinjale që jemi të interesuar që të ecim përpara me konstituimin e kuvendit. Sot janë bërë 3 muaj prej kur i kemi mbajtur zgjedhjet parlamentare në vendin tonë dhe po bëhen 3 muaj prej kur verdikti qytetarëve të vendit tonë është duke u dhunuar nga qasja imponuese e lëvizjes vetëvendosje
e cila erdhi dhe sot për të 13 herë këtu në Kuvendin e Kosovës dhe pamundësoj konstruimin e Kuvendit Republikës. Vërtet është vështirë që të gjindem fjalë për ta shpjeguar këtë situatë që është bërë tragjikomike, por unë edhe njëherë në emrin e Partisë Demokratike të Kosovës e shpreh vullnetin ton të konfirmuar sa herë për insistimin që të dalim nga blokada cilën na ka sjell partia e parë dhe të zgjedhim kryesinë e Kuvendit, duke përfshirë kryetarin e Kuvendit. LDK ka dhënë iniciativë, por s'është për protagonizëm. Por nëse edhe parti tjera do ta bëjnë një organizim të tillë, le ta bëjnë. E rëndësishme është që të ketë gjithë përfshirje dhe presidentën, natyrisht. Por mbi gjitha çështja thelbësore është substanca e takimit. Për çka po takohemi? Pra po takohemi për të dhënë zgjidhje apo po takohemi për të vazhduar këtë cirk politik që po ndodh tani. Fatkeqësisht partitë politike vazhdojnë të çndrojnë pozicione që na sjellin çdo 48 orësh. Dhe ndonë se dua t'i kuptoj pozicionet e tyre, janë më tepër dëshirore. Du t'jemi të sinqert me qytetarët e vendit, askush nuk e ka shumicën sot në Kosovë. Dhe me qenë se askush se ka shumicën dhe s'mund t'a bëj shumicën, le t'ulem me gjithë bashkarisht, le t'bëjmë një zgjidhje. Ne kemi dhënë një propozim. Ky propozim mund të mos jetë më i miri, por është i vetmi realist sot në Republikën e Kosovës. Qofse partitë nuk e dojnë një propozim të tillë, le të vazhdojnë të mblidhemi kështu 48 orë e tallemi me qytetarët e Kosovës. Edhe diçka du të them. Është mirë që askush mos flas për votat e LDK-s. Pra këta kemi qartë. Kushdo që e propozime dhe brenda atyre propozimeve ka votat e LDK-s, pa zërin dhe arsyeën e LDK-s, pa vendimin e LDK-s, është duke bërë një mashtrim publik. Askush në Kosovë sot nuk e ka shumicën. Kjo është e vërteta. Prandaj kemi dalë me propozim të hapur, ftesë të hapur partive politike, që të kenë rezon, të ulemi dhe të kapërcejmë këtë gjendje. Nëse janë të gatshëm, këtu jemi. Nëse nuk janë të gatshëm, do të vazhdojmë me këtë. Nuk e di në cilin format mund të fton presidentja, pra mund të fton nga ne, mund të fton gjithë bashkë. Ne kemi mirëprit edhe idenë e kryetarit Avdi Xhiku për konsulta për formimin e qeverisë. Një propozim ka qenë ai për një qeveri të unitetit. Ekziston edhe propozimi i ynë në këtë rast për qeverinë e opozitës. Mendoj që konsultat mes opozitës janë të nevojshme, ndërsa edhe konsultat me bashkëkryesuesin e seancës janë nevojshme që me dalë nga gjendja ku jemi. Ne veç kemi përgatitur një kërkesë për vlerësim, do t'i drejtohem gjykatës kushtetuese me kërkesë që me vlerësu kushtetutshmërinë e vendimeve të marrura në kuvend, pra si rasti i mosformimit të komisionit për votimin e fshehtë dhe gjitha vendime tjera paraprake bazuar në procesverbalin e seancave. Sot jemi në konsulta dhe me PDK dhe me LDK, në mënyrë që 10 deputet pra t'i drejtohemi gjykatës. Zotëri Haradinaj, ako okte, ako vendimet nxjerra prej kuvendit mbi të cilat do të bazohen? Të gjitha pra vendimet e kuvendit, pra veç si për mënyrën e votimit, si për ndërprerjen e seancave, si për situatën e mos nxjerrjes në votim të kandidatit, pra ardha në seancë dhe gjitha ato, pra ne kemi marrë seancat në vazhdimsi, proces verbalin dhe do t'i drejtohemi gjykatës kushtetuese me kërkesë për vlerësim të kushtetueshmërisë. A ditë ka pas lëvizje kur më thonë për ato letra që ishin. Domethënë kishte letra edhe nga partia parë, kishte letra edhe nga partia e tretë, kuptimin që më lëviz diçka pavarësisht tani rezultatet i pam përgjigjet. Po shpresoj që si më thënë po harxhohen gjitha këto mundësitë eksplorime që janë duke i bërë forcat politike. Momenti është mirë thirrë përgjithësisë. Të gjithë do të kuptojnë që institucionet Kosova urgjent duhet me i pas. Bota rajoni rreth neve është në trazim. Kosova nuk e ka luksin me vazhdu me vetë kështu. Sa më shpejt na duhet institucionet, sa më shpejt na duhet një qeveri në punë, e cila i jep dinamik dhe impulsëri ekonomisë. Gjendja ekonomike në Kosovë kur më keq ka qenë, duhet urgjentisht marrim përgjegjësi për ta rilëvizur ekonominë e Kosovës, diplomacinë e Kosovës dhe kështu shteti të merr përgjegjësinë që i takojnë. Shqeni njerëzit kanë votuar. Përgjegjësia është e madhe. Çon kjo do na më shumë zgjedhje.